Selam aleikum, thot çfarë kushte do të me pas personi që dën me jap sadaka, ti më dhon atij sadak, ai çfarë kushte do të me plotësu me të konsideru ty sadak. Për shembull, do ta bën vllaut, më dhon parat ai mi prej flokët, na themi në origjinë, çdo kujt i cili e meriton sadakën ban më dhon. Por nëse ket afërt dhe familjar, hala ma shumë është ma sevap më dhon. Nuk po them tash baba djalit e kështu me radhë, burri gruas, gruaja burrit. Edhe pse edhe për ata çka jep për ushqimin e tyre është sadak. Në rastin ta nëse ti e motën, në rast je martuar me ndamë, domthon pi vllaut ai ka jetën e vet, edhe ai ka kushtet e dobta, edhe ka çert me shku mjek flokët, inshallah taala ban, më dhon 5 euro ose 10 euro plus minus, me thonë që po t'ja motra shko heki flokët. Është lejuar kjo gjë. Sa ma i dobishëm parja jote, sa ma e dobishme, sevapi më i madh. Andaj mja dhon dikuj me ble ilaçe, a mja dhon dikuj me nërresh frizurën, ka dallim. Malë që është ma sevap mja dhon ati që ka nevoj për ilaçe, se sa ky për me nërresh frizurë. Po edhe këta nuk mund me thonë, përderisa kjo është i nevojshëm për sadak, inshallah lejohet edhe këti mja dhon.